Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është një prej netëve të Ramazanit. Ajetet kuranore dhe fjalët e të dërguarit Allahut që flasin për këtë natë janë të shumta. Rëndësinë dhe pozitën që kjo natë gëzonte zemrat e njerëzve e tregon fakti që pothuajse i madh dhe i vogël e agjërojnë ditën që i paraprin natës së Kadrit. Allahu në Kuran thot: ne zbritim atë Kuranin, natën e Kadrit. E ku e di ti se ç'është nata e Kadrit? Ajo është më e dobishme se 1000 muaj. Atë natë zbresin ëngjët dhe shpirti me lejen e Zotit të tyre për çdo çështje. Ajo që paracakton Zoti është paqe deri në agim të mëngjesit. Fjala Kadër do të thotë fuqi, sundim, nder, vlerë, caktim. Ky përgëzim hyjnor është aq i qartë në Kuran, saqë nuk lë vend për asnjë koment tjetër. Si rrjedhoj, ky është edhe një argument që tregon për vlerën e lartë të kësaj nate. Asnjë natë nuk krahasohet për nga vlerat, mirësitë dhe begatit me natën e Kadrit. Kur Allahu me madhërinë e tij i jep një rëndësi kaq të madhe kësaj nate, ne me domos duhet të përgatitemi e ta presim atë me nderimet e merituara. Profeti alayhis salam në një hadith të tij përmend: kush e kalon natën e Kadrit me adhurim dhe duke besuar me zemër për vlerën e saj, i falen të gjitha gjunahet e mëparshme. Le të përmendim disa adhurime me të cilat këshillojmë besimtarët për vlerësimin sa më të mirë të kësaj nate të shenjtë. Këtë natë duhen kryer sa më shumë adhurime për hir të Allahut. Duhet falur namaz duke përforcuar ndjenjën e bindjes e për uljes. Duhet lexuar sa më shumë Kuran, të dëgjohet ai që lexon atë, si dhe të meditohet mbi ato çka thuan në të. Duhet të kërkojmë falje e mëshirë nga Allahu, të bëjmë analizë vetllogari e të bindim veten për të orientuar në rrugën e drejtë. Të lutemi sa më shumë, sepse duaja është mjeti që afron më shumë robin me Zotin e tij. Të kërkojmë falje dhe mirësi për njerëzimin. Profeti alayhis salam na ka mësuar të lutemi gjatë 10 ditëshit të fundit të Ramazanit. O Allah, vërtet ti je falës dhe do faljen, prandaj më fal mua. Profeti alayhis salam në kohën e iftarit lutej duke thënë: u largua etja, u njomën venat dhe u vërtetua shpërblimi me lejen e Allahut.